drejtësisë? Po, absolut. Kontakti tina, hapësira e lejushme e Fatmir Shahollit në territorin e Republikës Kosovës ka qenë mjaftueshme për shërbimin sekret serb. Më tregoni dot 2-3 episode nga ato që ju thatë, keni dieni, pra 2-3 raste konkrete? Ka shumë raste konkrete. Ndoshta ato që ju gjykoni më të rënda. Më të rëndat janë kur ky ka luftuar, ka ditë realisht, ka pas informacione të disa pjesëtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që kanë vepruar në kohën e kaluar, sepse kanë qenë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe ky është thjesht ka dëshiruar të eliminojë. Çka është kjo më e rëndësishme është që në atë kohë në Lidhjen Demokratike të Kosovës ka punuar edhe njerëz tjerë të UDB-s, realisht, të cilët Ibrahim Rugova i ndjer, presidenti i ndjer, i ka ditur por s'ka mund t'i largoj. Si ka mundsi? Kaq fuqishëm kanë qenë? Kjo është një diçka të cilët Ibrahim Rugova ka qenë njeri i vendosur. Unë kam shumë respekt për veprimtarinë tina pasore, se cilën e ka bërë deri në vitin 1997. Po që nga 97 ai ka qenë komplet i bllokuar nga shërbimi, siç e thash, i Fatmir Shahollit. Njerëzit Fatmir Shahollit kanë qenë disa të tjerë me emër në mbiemër që mund të prishi për shembull tani më prokurorisë apo AKI-së, se besoj që edhe ata janë në nënhetim. Ju po thoni që Fatmir Shaholli dhe këta të tjerët në thojza e rrethuan Ibrahim Rugovën. Kanë qenë shumë pjesëtar të cilën ka punuar me UDB-n. Ibrahim Rugova i ka ditur dhe nuk ka mujtë të eliminojë për shkak se ka qenë koha e tillë. Këta njerëz, për shembull, është një thonje ku shumë reale, shumë veçantë, të cilët vetë dëshmitarët, edhe Ermal Panduri më duket e ka thënë në emisionin e tina, por që Ermal Panduri ka ndinë nga dikush tjetër, edhe shumë e qartë është Fatmir Shaholli ka qenë në listën e Zahir Parazit. Zahir Paraziti është pushka e parë e lirisë, komandati i parë i ushtrisë të Kosovës, pushka e parë e lirisë. Sepse Zahir Paraziti në gjuhën popullore të theksojnë në diçka, thonja e tina ka qenë të pastrojmë sofrën tonë njëherë dhe pastaj dalëm dikun tjetër. Dhe ai ka vepruar ashtu me udhëbashkë të ndryshëm në pjesën e Llapit, Prishtinës, Gollokut, ka vepruar duke eliminuar një nga një. Sepse ajo mas pari duhet ta pastrojnë terrenin nga njerëz të cilët rrethohemi dhe me pastaj fillojnë ajo lufta tjetër. Dhe kjo ka ndodhur. Dhe janë eliminuar në inspektorë të ndryshme, Bajgora, me pastaj Maliqi, që është Maliq Shaholli, babaj i Fatmir Shahollit, të cilën Zahir Paraziti ka thonë ja zuni venin të birit të vet, sepse ka qenë listën e Zahirit. Unë në gjof... Ka qenë Fatmiri? Po, kam linë Prishtinë dhe unë në gjof atë person, shumë mirë. Ai ka punuar. Fatmir Shahollin e njihni personalisht, do të thënë nga afër. Po, unë personalisht e në gjof, do në Fatmir Shahollin, ai ka qenë pjesë e strukturës sigurisë Serbisë. Dhe tani pas luftës është marrë nga njerëz të partive politike, njerëz të mëdhaj partive politike, është afëruar, nuk e di me çfarë mendimi, por unë si njohësi çështje të sigurisë e quaj të gabueshme një gjë të tillë. Keni pas ndonjë ballafaqim me të në përplasje apo? Një përballje? Me të jo, por nuk po dëshiroj në emision në të anket, sepse në vitin 1996, babajem ka qenë në strukturat e pjesës tjetër të nacionale, që shkuar prej viteve 70 në Kiton,
ka qenë në grupin e vëzhguesve, Teo Dhequr, Gazdotri, tani nuk më kujtohet emre, po familjes Veseli, është Sejdi Veseli, nga Sejdi Veseli, grupin e vëzhguesve, të cilët nuk ka qenë grupi vëzhguesve, po ka qenë grupi për përgatitje para ushtarake që në të ardhmen veprohet kundër ish Jugosllavisë dhe trupave serbe. Ka qenë një ndër sportistat, është sportisti parë shqiptar që ka gjujnë ndresat Jugosllavisë, është pjesëtari parë që ka qenë pjesën si sportist po folje, në pjesën e luftës Kroacisë, dhe në vitin 1996 në ora 7:30 minuta në mëngjes, më ka hy një shqiptar që tani më nuk du mja përmend është Digji Leonet, ai mund ta di mirë se kush është, ka hyrë me publik, po nuk po du më theksu me emën, sepse mund t'i prishi punë organeve të sigurisë dhe, po ai e din mirë se kush është. Në vitin 2004-2006 ka qenë këshilltar për siguri, ish presidenti Rugova, dhe për këtë pse e theksoj mbaj përgjësi dhe e tho me plot përgjësi, në vitin 1996 në ora 7:30 minuta njësia speciale nga Beogradi me atë kanë hyrë në shtëpinë time. Janë rastet veçanta që tani pjo theksoj që më ka ndodhur mu personalisht. Shehulli si futet këtu? Apo nuk futet e kjo? Shehulli është bashkëpunëtori i tina. Jon koleg kanë qenë në atë kohë. Kuptohet. Unë jam thash për atë arsye. Informacionet e Shehullit diçka që asnjëherë nuk e kam thonë në asnjë emision. Pra ju po thoni që informacionet e Shehullit u sollën policinë serbe në shtëpi. Absolut. Kjo është një diçka që ata kanë detyruar të arrestojnë babain tim, po babain nuk ka qenë aty. Në 7:30 minuta në mëngjes është bllokuar gjithë lagja këtu, rruga ku jetojmë. Ju atë sken. Po unë e kam parë se kam qenë moshë të re, edhe më kujtohet ka qenë edhe vllai im i vogël, ka qenë Lulak, që i thonë të nadhe në Beshik, i vendosur, edhe kem qenë posa i na gjusit mi mu përgatit me shku në shkollë, realisht kanë hyrë nga drejtarët, nga dyrt, nga gjitha anët, njësia speciale e policisë nga Beogradi, jo të Hajvalis, dhe cilën ka qenë në Prishtinës në Hajvali qendra, por nga Beogradi në ordnes të asaj kohë të Slobodan Miloševićit. Bashkëpunimi tani mund ta kuptoni se ku ka qenë formula dhe ku është sot formula. Formula është shumë më e madhe se ato që e shohim na. OKI ka vepruar drejt,